them të dashur miq se edhe Vandam Sula ka qenë një kandidat i fortë për të futur në Big Brother, por natyrisht nuk u pranua aty për një arsye shumë të veçantë. Dhe arsyeja ishte se ai nuk mund të rritet larg celularit të tij, nuk mund të rritet pa folur qoftë edhe një orë. Dhe me këtë mjet kaq të rëndësishëm për jetën e tij vjen këtu sonte Vandam Sula përsëri. Mamma, nuk do muziek, jam na shqetësum, nuk do muziek. Nuk do muziek, kom hall. Ala. Alo. Ala mamma. Mirëmbrëma. O goca, është një shqetësim me më për mua, nuk e kuptoj pse më ndodh ashtu më valla. Më falni, ju vini agjencia funerale paqe që ti dënjoja zoko mall tiu. Po zotri, ne jemi. A mi jeni mi gjeli sa gjallë, mi gjeli mi jeni? Mirë, faleminderit, po ju si jeni? Na mi jena po përveç gjyshit jena të prej të gotë. Da me hik? Pse do me ik, gjyshi, ku do me ik? Do në të dali një piknik nga bota tjetër. O, sa mirë. Që mi e thot, okej, da me ndru jetë gotë. Po më vika kej, zotri. Po të vi pa kej, asho? Po, sa vjeç është gjyshi? O në? Sa vjeç është gjyshi? Gjyshi do në të iki në lullën e pleqë isa. Ajo është 131 për 4 vjeç. Shinde 31 për 4 vjeç? Pa, më falin sa ka trova më kusin e këmbimit e erës. Në mbo kaptinë la, është 98 për 7 vjeç. 98 për 7 vjeç? Po është sigurt, mëse ki parasysh se kontrollova është se më kusin e këmbimit të dollajt sët. Ju kuptova, zotri. Besoj se morët për shërbimet që ofrojmë ne. Për arkivolin, lullet... Arkivolin, tjena gati, tjena gjësës e nuk e djetë sa, kështë ta? Kini gjendje? Sigurisht kemi modele nga më të ndryshmet. Ju si të t'ju pëlqente? O, gëtë, oni e 50-60 vjetë, nuk kam nevoj për ju je. O, për tha për gjyshin. Po pra, për gjyshin, mendoni se nuk ju kuptova, zotri, për gjyshin pra? Dia, pa thjeshtë, jam duke për i të gjyshin dhe nuk doja të jo përvëgoja. Këpta, nuk e kam e tjef. Gjësëse, a sa lakbat që qmime ka? Atëherë, zotri kemi nga më të lirat deri tek më të shtrenjtat. Tek më të shtetat. Atëherë, modeli më i shtrenjt kushton 9 milion lek. Shumë, a? O, gëtë, më falni, ku pyta për një, a ke vëllë të thjeshtë, nuk thash më kondicionem, ma e bek, më ka matematika. Dakor, të mora vesh. Thjesht. Dakor, t'ju kuptova, na ka ardhur një model i ri, i bukur, i lehtë dhe shumë ekonomik. Ashtu, ekonomik, a? E sa hargja për 100 kilometra, e? O, zotri, nuk po flasim për makinë, ju lutem shumë se më çmon do tani. Do ta porosisni modelin që sa po folëm apo jo? Do të porosisni modelin që sa po folëm apo jo, po. Folni. Atëherë, gjatësia. A? Gjatësia. Zonjë. Performanca e një burri nuk matët nga gjatësia. Po të doni mund t'ja vëtëtëm këtë, duhet teknik, o je, beba, hia. O, zotri, ju lutem shumë, oferta e fundit për ju është 5 milion lek. E doni apo se doni tani? Ka dal, që doni me mëllëdikjoni, ka dal, pët, pysim zëtë në punës, ka dal. Ala, o gjësha, si e qove? A, ke hika në jeti për kënije, hala? A kënije, a? Mi e që ka pa rrugës, si që ke hika, hala? Një gjakja goca, thot, me 5 milion lek, thot, e myllim, këtë, gjithë. A, mi, mëse ki pa sysh pa si gjo, mëse ki pa, o, shë just të fakuma, ma vla, pët. Ala! Alo? O, gëtë, ala! Alo? Ala, mamoma. Mirëmbrëma. Kjetë fala për gjyshit. Falenderit. Thot, gjyshit, thot, një me thot, pa e shty, hi e thot, se nuk ka bëth, kush me vdek për ko krize. Ja, o, krize, modha, kot. Ja, pa shty.